Mirë se vini, bibliotekën Atë Gjergj Fishta, bibliotekën franciskane e ndërtuar prej vetë Padre Gjergj Fishtes. Në 85 vjetorin e ndarjes nga jeta të Atë Gjergj Fishtës, prifti franceskan Atë Vitor Dema ka apeluar për një njohje dhe rivlerësim objektiv të një prej figurave kryesore jo vetëm të klerit, por edhe letërsisë dhe diplomacisë shqiptare për konsolidimin e Shqipërisë. Sipas Atë Vitor Demës, të rilexosh Fishtën shërben për të dashur më shumë Shqipërinë, por nevojitet që lexuesit të shkojnë tek Fishta. Një kujtesë mjaft e rëndësishme për Padre Gjergj Fishtën, po edhe për kombin ton, për popullin ton, dhe një ftesë, jo vetëm me kujtu këtë njerëz të madh që i dha vërtet vlera, e naltoi popullin ton, i dha vlera të rëndësishme dhe ja dha atë shpirtin evropian që mungonte popullit shqiptar, ja dha këtë përmes veprës tij, përmes krijimtarisë tij, përmes punës tij. Ne duhet ta zgjojmë, do të interesin e publikut shqiptar të rimarrë këto autor, si është Padre Gjergj Fishta, po dhe autor tjerë, adhetar të shumë të këtij vendi që e ndërtuan Shqipërinë, me rimarrë edhe një herë dhe me u formu përmes këtyre, për me dashur më fort këtë vend, këtë kulturën tonë. Edhe sa i takon përpjekjeve të Fishtës në arenën ndërkombëtare, përfshi edhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas Atë Vitor Demës, dihet shumë pak. Dhe për këtë arsye, po përgatitet një vëllim me letra të pabotuara të Fishtës. Ka dhe letrat të pabotuara, ne mund përgatitet edhe një vëllim tjetër me letrat pabotuara të Fishtës, të cilat edhe mund të besoj se shpejt edhe do dalen në botë, para janë disa letra, të cilat nuk kanë botuar. Sigurisht, rëndësia, për nga rëndësia letërshkëmbimit që është botuar, ka rëndësinë themelore, po dhe letra të tjera ka shumë gjëra që flasin letërshkëmbimit i rreth jetës së Fishtës, veprimtarisë së tij, ngjarjeve politike, ngjarjeve shoqërore. 85 vite pas ndarjes nga jeta, Atë Gjergj Fishta mbetet një nga figurat më të mëdha të klerit, mendimit, letërsisë shqiptare, diplomacisë dhe atë dashurisë. Për kujtimi i tij shërben jo vetëm si nderim, por edhe si thirrje për ta njohur, lexuar dhe kuptuar Fishtën, ashtu siç ishte, si pjesë e pandashme e identitetit kulturor dhe europian të kombit shqiptar.